atribuimit të veprave penale të reja si që ishte ajo korrupsionit për shumicën e personave të marrë pandeur apo të akuzuar për këtë dosje. Ka emra risi, si që është i njëri prej biznesmeneve që përfshihet edhe kohët e fundit, kryesisht në tendra që kanë të bëjnë me investime të punëve publike, është një nga emrat e lakuar bashkë me të vëllajnë për këtë çështje dhe i është atribuar sot edhe vepra penale. Ka emrin e Daniel Shimës, që po flitet gjërësisht që është një bashkëpunëtor i drejtësisë, që ka akuzat të ngjashme me Ergyll Sagasin dhe Ermal Beqirin, por çuditërisht nuk ka një masë sigurie apo një status të pandeurit. Dhe për të mos u zgjeruar në këto që është një material prej mbi 50 faqesh dhe ka tema mjaft rënda për të ndalur, por po ndalemi tek ajo që në fund të ditës është ai që përfaqëson shtetin. Dhe ai që përfaqëson shtetin për më se një dekadë ishte Mirlinda Kaçanaj. Janë disa episode të pasurive të saj. Së pari dua ta nis Armela me faktin që përcjell në retrospektiv ato çfarë deklaronte kryeministri Halli Xhesha, pagatoria e pa patenta, e pa makina, e pa banesa në mëshirë të nënës së saj që e strehonte, na rezulton sipas kësaj dosje hetimore që është një person që jeton mes luksit dhe pushtetit. Për të ndalur konkretisht tek pasurisë, është Ores Sota që është marrë në pyetje pak kohë më parë, i njohur si një biznesmen kontrovers, lidhje afërt e biznesmenit tjetër në kërkim, që pranon edhe vetë në dëshminë e tij Ergyll Sagasit, shet një apartament shtetasit Genci Shimës. Vlera e tij është 370.000 euro bashkë me një garazh. Subjekti i hetimit pasuror të Spakut ka qenë kryesisht apartamenti. Rivlerësimi në 2021, pra të kësaj vlere 370.000 euro, është 485 milion lek, çfarë nuk konvenon në referencat e çmimeve të tregut. Këtu krijohet dyshimi arsyeshëm të Spak për të parë dhe për të thelluar më tej se kemi të bëjmë me një tentativë ndoshta për të fshehur pasuri. Shima ja jep me qira Mirlinda Kaçanajt për vlerën 600 euro, por thotë në një farë mënyre se nuk e njeh Kaçanajn. Pra, ndonë se kishte një kontratë qeraje, pagonte 600 euro, u bë një kontratë pastaj mos gaboj pak vjeçare për ta shtyer për një pjesë të qeras u pagua bashkë etj me radhë, po janë detaje që nuk përbën rëndësi, por në përfundim Spak arrin në përfundimin që kjo është një pasuri e Mirlinda Kaçanajt. Kontradikta e radhës. Është elementi që e përmendë, Në 2017 ka lëvizje për një apartament në rrugën e Kavajës në sipërfaqe 73 m2. Shitësi është Bledar Lika. Pra po flasim në shtryrje kohore, pasuritë të siguruara në shtryrje kohore në disa vite. Vlerësi është Rafael Bistri. Bistri merr 30.000 euro hua nga Erisa Malenllari, merr një vlerë tjetër prej 50.000 eurosh nga Andis Papa, që është një nga personat nën hetim dhe nën akuzë nga prokuroria e posaçme së bashku me Kaçanajn. Bistri ja shet apartamentin vlerësës tjetër, Engji Shima, që është motra e Daniel Shimës. Dhe një tjetër me mbiemrin Shima. Po, në shumën e 48.000 eurove. Një vit më vonë, Engji Shima ja shet apartamentin Genoveva Kaçanajt, nënës së Mirlinda Kaçanajt, për 5 milion lek të reja. Engji Shima, si që të theksuan, pra hyn në këtë skemë në dyshimet që krye lëvizjen në emër edhe të vëllait saj apo duke shfrytzuar kontaktet, duke qenë se ishte zyrtar i Agshit. Apartamenti që Rafael Bistri blen 78.000 euro, pra përmes këtyre uave që përmendëm etj me radhë, në mars të 2019 me para që i kishte marrë hua, ja shet nënës së Kaçanajt 5 milion lek të reja. Pra nën vlerën, cila ishte lëvërtia e këtij personi. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë se si shkon tregu i pasurive në Shqipëri, që vetëm nën vlerë nuk shkon me kalimin e kohës. Për të ndalur tek një episod që është tepër komik përveç se edhe tragjik një herë. Po, se ne po përzgjedhim disa më të rëndësishme, Ram Basha. Blen një pasuri në vitin 2023, ja blen Engjana Alimetës. Vlera e pagesës është 100.000 euro. Alimeta ja kishte blerë këtë pasuri më përpara një gazetari të njohur në 2019 për 169.000 euro afërsisht. Alimeta theksoi është punonjëse e kompanisë Soft and Solution SPK
Ermal Beqiri. Ermal Beqiri, por që fshihet edhe pasemit Ariola Koromani. Nuk gjendet akti notaral i kontratës, përpiqet Spaku të ulumtoj dhe tjerë me radhë. Alimeta thot Spak s'kishte fonde mjaftueshëm për ta blerë apartamentin në Qerret, për këtë shkak janë marrë hua nga Koromani. Dalim në përfundimin, thot prokuroria e posaçme, që kjo pasuri është gjithashtu e Mirlinda Kaçanajt. Për të zgjatur dhe për të sqaruar këtë pronë tek Laguna Blu në Qerret, Kaçanaj ka një apartament aty me duplex në Qerret, aktualisht në emër të Ram Bashës. Por çfarë thot Ram Basha? Ai thot se apartamenti është blerë Engjana Alimetës, thot që është rreth 100 metër katror, e kanë blerë 100.000 euro, se di kush është noteri, kush është shitsi, ku i kanë marrë parat, cili ka qenë interesi im, thot nuk e di se cili ka qenë, thjesht e di që e kanë blerë ato apartamentin, nuk kam qenë kur në shtëpi që bëhet fjalë, nuk kam qenë kur në Qerret, unë nuk kam qenë thot kur në Durrës, jo më çdoja në Qerret. Kujtohet një shprehje tek pra nga kaluara. Dhe thot se lekët për këtë pronë mi ka dhënë Sokol Parlaku, hua. Administratori i pallatit thot se si pronare njihet Engjana Alimeta. Në emër të saj vinte Florian Bylyku. Është një tjetër shtetas që ka qenë subjekt i hetimit të prokurorisë dhe është marrë në pyetje ku fillimisht ka thonë që nuk di gjë fare. Pastaj kur janë dhënë disa materiale përballë, ka thonë ju kërkoj shumë dijes që ju gënjeva dhe ka filluar të rrëfehet të pagesat e mirëmbajtjes në emër të Kaçanajt. Ka qëndruar këtu deri në gusht të 2025-s, pra për disa kohë, për disa vite. Më pas ja çova të gjitha rrobat dhe materialet që i kishte tek banesa që kishte marrë tek rruga e Kavajës. Alimeta ma kërkoi thot Koromani të firmosja kontratën e blerjes së apartamentit, e firmosa në mirëbesim dhe kishte dëgjuar Ermal Beqirin që këto apartamente bliheshin për shkak të punës që ne kishim bërë te kompania Softon Solution dhe kompanitë e tjera që ishin në posedim të drejt për drejt ose të ndërsjellë biznesmenëve sot në kërkim, dhe të shkretët punëtor, paktën sipas këtij pretendimi, kishin menduar që këto apartamente bliheshin për të shpërblyer dhe kompensuar punën e tyre, por që ju ka rezultuar një hava e madhe me halle e tatapjeta të mëdha. E qartë edhe kjo. Kemi 1500 metër katror, jam në përfundim të këndjes Juli. Jo, do flasësh prapë edhe ti, po ka element tjera. Udhishtë në Sauk, Genoveva Kaçanaj është interesante, ja blen Olta Gjabrahimit në 2020-ën për 2.250.000 lek. Më pas, përmes 2.250.000 lek, Më pas, përmes trashëgimisë, po ju Armenia që Genoveva, kush është Genoveva? Cili është profesioni i saj? Cili është se e tha dhe Rama që jeton ke banesat jomës? Po jo, kur ka bler banesë? Ore ka të drejtë çdo kush ta ketë një banesë, madje ne bashkë me kolegët këtu te syri sidomos e kemi ngritur zërin në maksimum. Që gjithë kush e ka drejtën një banesë apartamenti, por nuk ka mundësinë, edhe kemi ngritur zonën për çmime të larta. Kjo është një nga çështjet që janë diskutuar më shumë pak në studiot tona, kjo është e vërtetë. Tani na del që kjo Genoveva e blen atë hapësirë sipërfaqen për 1500 metër katror në një zonë të lakmuar si Ullishte në Sauk, dhe ja kalon Mirlindës të bijës drejtori Shakshi, gjyna Çarës, pa apartament, pa makinë, pa patent. Ja kalon me trashëgimi, akt ligjor trashëgimie. Jemi të rasti i fundit, automjeti Volkswagen në porosi të Artan Babaramos e blerë në 2017 nga Kozeta Leka për 9.000 euro. Shikoni se kush është blerë reale e këtij automjeti. Laku ka blerë nga Erisa Melollari, del prap në skem kjo Erisa, 10.000 euro. Pra ka blerë, sikur ta kishte blerë 10.000 euro, ta kishte shit 9.000 euro, të thotë njëri në rrugë t'ia tregosh të muhabet o budalla, çfarë po thu. Pse bleve kur dole me humbje 1.000 euro. Por nuk janë kaq në fakt. Melollari e ka blerë në 2016 nga Porsche Albania 38.700 euro. Pra një makinë që ja shet 9.000 euro në përfundim dhe ajo shitja duhet që është fiktive, është dhuratë për ato tendra që jepin, është 38.700 euro. Ndërkohë që diferenca e çmimit është 29.700 euro. Leka ka dhënë një dëshmi interesante. Është punonjëse gjithashtu e këtyre kompanive që merrnin tendra dhe thotë e kemi diskutuar bashkë me këto dy kolegët e tjera Koromani dhe siç është kjo Melollari, edhe e kemi thonë që do të hapim një kompani tonë, do të marrim pjesë edhe ne në procedura, se kanë parë ç'bëhet edhe kanë menduar që u bë etikos.
janë interesuar për automjet, por kjo thot nuk e di. Unë e dija që bëj fjalë për një automjet, por nuk e di se për çfarë apo për ku. Nuk kam hipur kur në ato automjet, nuk kam firmosur me vetdije kur se çfarë është. Po thot është firma ime, po se di kush është përdorur, sa është marrë, kush e ka bler, është e njëjta dëshmi sikurse e tham pak më herët. Pra ka disa njerëz që janë përdorur këtu tek këto skema në një mënyrë ose në tjetër? Patjetër. Ka Armela, të hysh në rrethin e një elite të tillë. Fatkeqësisht kur flisnim për elita, donim të flisnim. Po, për elitat e vërteta, po tani po flasim për atë çfarë dosja thos strukturë kriminale. Në një farë mënyrë, ose je i imponuar, ose je i presionuar, ose je edhe nuk duhet mendoj që nuk e mendoj që je naiv dhe nuk di gjë. Thjesht je di se ku je dhe respekton, se njëra nga dëshmitë e fakton këto që thotë prisnim kishim një shtëpi atje. Domethënë mendojnë që dikur fati do t'u trokas në derë. Pas pak do ndalemi bashkë se dua të ndalem dhe tek çfarë sjell në vetveten fakt kjo fazë e hetimeve. Pra, çfarë sjell për një thellim të mundshëm të hetimeve. Por përpara asaj, mendimin e regjisë do doja që të ndiqnim atë që ti Fatione përmende që në kryet e herës, çfarë ka thënë kryeministri Rama lidhur me Melinda Karçanajn. E kemi transmetuar në fakt gjatë ditës së sotme vazhdimisht dhe çfarë na tregoi në fakt ky operacion i Akshit. E ndjekim.